Sistemi politik i Shqipërisë ka qenë sërish temë diskutimi në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, për të cilin pati përplasje mes përfaqësuesve politik shqiptar dhe Maqedonas. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët krau i Taravarit Halil Snopçe, duke ju referuar një debati paraprak rreth të njëjtës teme mes Partisë Levica dhe zëvendës kryeministrit Aleksandar Nikolovski, ka kërkuar nga ky i fundit që të kërkojë falje nga Shqipëria pasi deklaroi se arrestimi i ish-presidentit Ilir Meta është bërë për qëllime politike e jo për dosje kriminele, si dhe për krahasimin që ka bërë mes Ramës dhe diktatorit komunist Enver Hoxha. Për pyetja është në bazë të çkajt e bazonit këtë deklaratë, në bazë cilëve fakte dhe argumente, dhe nëse ka qenë një deklaratë paushal, normalisht duhet kërkoni falje nga Republika e Shqipërisë. Kjo duhet të jetë një sjellje elementare. Kishim reagim ne shumë që Shqipëria të ketë reagim, dhe unë vetëm ju kujtoj se në lidhje me akuzën tuaj, kjo është ngritur nga SPAK-u, një instancë që pikërisht themeluar për të garantuar pavarësi, profesionalitet dhe lirimin e drejtësisë nga pushteti. Dhe SPAK-u është themeluar nga me ndihmë financiare drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Unioni Evropian, dhe SPAK sipas informacioneve dhe e vërtetave që kemi deri më tash nuk merr urdhra nga askush. Por Nikolovski, përpos që nuk kërkoi falje, ka thelluar akuzat. Ai tha se opozita shqiptare nxitet nga qeveria e Shqipërisë për retorikën që zhvillon. Ajde, počekam da vi suflirate što treba da mi odgovorite. Ako može vreme ovo samo da go zapreme da dobije sovet što da mi kaže. Evo, dobro, sufliranje dojevte što mi odgovorite. Dobro. Dobro. Mëtej ai ka vazhduar me akuza ndaj Arben Taravarit, për të cilin tha se ka kërkuar ndihmë nga Rama për rastin Gjoka, ndërsa Rama e ka ridrejtuar atë te lideri i BDI-s Ali Ahmeti, me çka u detyrua të bëjë koalicion me të. Po ashtu ka kritikuar qeverinë e Shqipërisë për mënyrën se si ka arrestuar ish-presidentin Ilir Meta, duke përsëritur pretendimet se ai është burgosur për qëllime politike, ndërsa tha se Metën e ka mik shtëpie dhe çdo herë do ta mbështes. Знам дека скандалот со Ѓока е огромен, ама знам дека и улогава која што ви ја давате крајно непријатна. Со пријатели вака не се постапува. И сам, и со сопругата ја, и семејно. Јас од пријатели не бегам. И ќе го поддржувам затоа што сметам дека е честно да го поддржувам затоа што сме пријатели. А нека им служи на чест на тие кои што наредија да го застанат среде автопат, да го натепаат, како што го натепаја за жал, и на тој начин да го приведат, и случајно тука да има камери, и тоа да го објават по медиумите, и исто така нека им служи на чест на тие кои што 2 години го држат во притвор, без да покренат обвинение и без да почнат судење. Тоа само во едноумието се случуваше и на Тито и на Enver Hoxha, еве да сум балансиран. Debati i sotëm i ka parapri një deklaratë të mëhershme të Nikolovskit, ku në seancë plenare gjatë një përplasje me Partinë Levica krahasoi Ramën me diktatorin Hoxha dhe tha se ka arrestuar Metën për qëllime politike.